بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. من الله تجد مشيشمت مشبراتي فلنريد أن تسنجرت على مطبر الله نمدلوار فأجعل مشير الله qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të veçantë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës të flasësh pak, por të reflektosh shumë. Pra të flasësh pak dhe të reflektosh shumë është një nga shenjat më të larta të urtësisë dhe maturisë së shpirtit. Njeriu që flet pak nuk është i heshtur nga dobësia, por nga mençuria e tij, sepse ai e di se fjala është si fara. Nëse e hedh pa kujdes, mund të mos jap fryt, por nëse e mbjell në tokën e duhur dhe në kohën e duhur, ajo rritet e bëhet dritë. Heshtja është shenja e atyre që mendojnë thellë, që peshojnë çdo fjalë dhe që e kuptojnë se gjuha mund të ndërtojë botë, por edhe t'i shkatërrojë ato. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, nuk e shqipton njeriu asnjë fjalë pa qenë pranë tij një mbikëqyrës gati ta regjistrojë atë. Ajeti 18 i surës Qaf. Pra ky ajet na kujton se çdo fjalë që del nga goja jon është një vepër që do të shkruhet dhe do të gjykohet në ditën e llogarisë. Prandaj, njeriu i mençur e di se duhet të mendojë para se të flasë, sepse çdo fjalë që s'ka dobi është varr për shpirtin e tij. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij të pastër, ka thënë: kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le të flasë mirë ose le të hesht. Kjo thënie është një udhëzim për çdo besimtar që dëshiron të ruajë gjuhën e tij nga gabimet dhe të ruajë zemrën e tij nga gjunahet dhe të pengohet. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: fjalët janë si fara, nëse i mbjell me mençuri, do të korrësh mirësinë e tyre, por nëse i hedh pa mend, do të korrësh keqardhjen. Ai që flet pak, të nderuar dëgjues dhe shikues, por mendon shumë, nuk e përdor gjuhën për zbrazë të tjera, por për dritë e këshill për veten dhe për njerëzit. Imam Aliu gjithashtu ka thekstuar dhe ka thënë: shpëtimi i njeriu qëndron në ruajtjen e gjuhës së tij. Pra heshtja për këtë person nuk është një shenjë boshllëkut, por e reflektimit. Ajo është porta e dijes, sepse njeriu që hesht dëgjon më shumë, mëson më shumë dhe kupton më thellë. Në Kur'an, Allahu i madhëruar i lavdëron ata që mendojnë thellë për krijimin e Allahut, teksa thotë: vërtet, në krijimin e qiellit dhe të tokës, dhe në ndërimin e natës e të ditës, ka shenja për ata që kanë mend, për ata që e përmendin Allahun në këmbë, ulur dhe shtrirë, dhe që mendojnë për krijimin e qiellit dhe të tokës. Ajeti 119 dhe ajeti 191 i surës Ali Imran. Pra ky reflektim, ky mendim i thellë, është një adhurim në vetvete, sepse njeriu që e ndal veten nga fjalët e kota dhe e drejton mendjen drejt shenjave të Zotit, gjen qetësinë e vërtetë dhe atë shpirtërore. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: heshtja është një nga thesaret e dijes, dhe kush e ruan atë, është i mbrojtur nga gabimet. Heshtja në këtë kuptim nuk është boshësi, por është një formë e lartë të menduarit. Në heshtje njeriu përqendrohet, dëgjon më mirë shpirtin e tij dhe e kupton më së miri veten e tij se çfarë kërkon. Ai që reflekton shumë e kupton kuptimin e vërtetë të jetës, vlerën e kohës dhe peshën e çdo fjale që del nga goja e tij. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: adhuruesit e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin në përulësi mbi tokë dhe kur u drejtohen ignorantët u thonë paqe. Ajeti 63 i surës Furqan. Këta janë njerëzit që nuk e përdorin gjuhën për grindje e fjalë të kota, por për paqe dhe urtësi. Njeriu që flet pak dhe reflekton shumë është gjithmonë i qetë, sepse ai e njeh vlerën e fjalës dhe ruan veten nga mëkati i gjuhës. Kjo është një metaforë e bukur që tregon se edhe fjala më e vlefshme nuk mund të krahasohet me heshtjen e urtë. Reflektimi është fryti i kësaj heshtjeje,
sepse në qetësinë e mendimit lind drita e dijes dhe e besimit. Në përfundim të temës së ditës së sotme, të nderuar dëgjues dhe shikues, do doja t'ju thoja që njeriu flet pak dhe reflekton shumë, ai i cili ka zemrën e qetë dhe mendjen e kthjellët. Qofshin për ato të cilët të qëndrojnë në këtë rrugë dhe nuk ndahemi kursesi në fjala e Allahut xhaleshanuhu. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.